Thuj djalit, ik marë babë se të myten këto. Të ik marë se të morën token. Nuk munem. Unë do vdes aty. Me thonë unë djalit që kam sot 23 vjetë. Ik, po kjo kem marë. Po na ikin fëmija marë prej këtyne hore. Po këta s'na lanë me jetu marë. Banorët e Baks Riollit në Velipoj e zhvendosën protestën e tyre përpara SPAK, pasi vetëm te kjo strukturë kanë besim për drejtësi. Ne sot jena paraqit pranë SPAK-ut për të treguar dhe për të kërkuar më shumë drejtësi, sepse na është mohua e gjithë e drejta e pronësisë tonë. Kam 272 zylim. Për që me ma marë mua i tjetëri? Aja të gjërë që... Po, i kam dokument, i kam këtu. Na kena arë këtu për të treguar dhe njëherë ankesën, si që kemë bo me shkrim, me jarë direkti të se vetëm të i ta kena besim të SPAK-u dhe të Dumoni, i mali zëtën që dhe kënë tokë. Ata dorëzuan këtë të premte në SPAK një shtesë në kallëzimin e tyre, duke akuzuar si të implikuar edhe 2 gjyqtar, Vojsava Kola Osmanaj dhe Astrid Kalaja, por edhe punonjës të hipotekës të asaj kohe. Emri tjetër kryesori është Vojsava Kola Osmani. Besoj e njihni edhe ju gazetarë se do keni pas kontakt ndonjëherë, sepse nuk jam unë personi veçantë që ajo ka lënë pa drejtësi, ka edhe tjerë. Vojsava ka lënë venimin prej 1500 dylim tokë, ose me mirë shqiptar ta dinë me miliona, janë 1.500.000 metër katror tokë. Pra të gjitha këto janë përfituar nga një person, nga hiqi, po aq i korruptum, është Astrid Kalaja. Unë atë e kam kallëzuar sot në SPAK, kam bërë shtesë në SPAK. Avokati i tyre Ndue Pjetra pretendoi se kjo pron është marrë me dokumente të falsifikuara dhe se do të kërkojnë sigurimin e padisë me qëllim pezullimin e punimeve. Ne kërkojmë që nëpërmjet këtij hetimi dalin lidhjet në mes të investitorit, ndërmes të personave që janë implikuar për këto falsifikime. Kur dokumentat janë falsifikuar, nuk ka nevojë që të diskutohet. Tani jemi në kushtin që do kërkohet urgjentisht sigurimi i padisë për të pezulluar veprimet. I njëjti gjyqtar, pronat e këtyre i manë dhe nuk u jep vendim, kanë 10 vite që nuk marrin vendim, ndërsa ata nga 2018 në 2019 kanë marrë vendimin e formës prerë dhe kanë regjistruar pronën. Në momentin që doli ligji, këta shfrytzuan rastin edhe gjetën ku ka toka të lira malesh dhe gjetën këta që nuk i kanë regjistruar asnjë. Dhe morën 1,5 milion metra katrore. Biznesmeni Bashkim Ulaj së bashku me 2 vëllezërit e tij morën statusin e investitorit strategjik për të ndërtuar një strukturë akomoduese me 5 hyje. Resorti turistik me vila e hotele luksoze do të ndërtohet në kufirin e Ranës së Hedhur dhe zonës së Baks Riollit në Velipoj dhe përfshin rreth 147 hektar.